Dua të nxjerr një foto, që e kam nxjerrur në fakt në prapavi, dua që zoni Hajdari ta shikoj. Jo, jam të pajtu me Krishniku, ajo është. Dhe të më tregoj kush po të pëlqen më shumë në këtë foto. Po e konsideroj që gjë e mirë kjo rikthimi i zotit Konjuftë tashmë si zëvendës kryeministri i parë dhe ministri i punëve të jashtme, pa diskutim për faktin që zoti Sfeqla ruan pozitën e tij si ministri i punëve të brendshme, pas menaxhimit të mirë e konsideroj të krejt situatës saj përket sigurisë edhe në vitin 2023 dhe punës që ka bërë, pa diskutim ajo maqedonci e mirë që është rikthyer në pozitën si ministri i mbrojtjes. Pastaj për ministra tjerë, disa prej tyre prap vazhdojnë, por emrat e ri, pritshmëritë pak më të mëdha i kam tek infrastruktura, uroj që do të ketë dinamik të shtuar. Dimali? Po, tek zoti Basha, konsideroj që është e nevojshme tek infrastruktura, të kemi një dinamik pak më të madhe se në mandatin e parë, është e nevojshme të kemi zhvillim pak më të madh sa i përket infrastrukturës sportive, sepse jemi në pritje të lojrave mesdhetare dhe duhet plotësuar. Ka vendosur një kuadër të guxatje Gashani. Po, Gashani është. Besoj që këto janë dy departamente që do të kenë shumë punë së bashku, marr parasysh që shumë stadiume dhe shumë qendra sportive janë në ndërtim e sipër. Zoti Gashani vjen nga partia Guxo. Guxo kësaj radhe ka dy ministri, Ministrinë e Drejtësisë Zonja Gërvalla. Uroj që të kemi një reformë të mirë fill sa i përket drejtësisë. Kemi pas shumë kritika, akuza. Elemente interesante që nuk po përmenden shumë në diskursin publik. Ta përfundoj zoni Hajdari, analizën e ekspozimit do ta jap në fund. Po, okay? Gjithashtu shpresoj që të kemi progres ndoshta pak më të madh, edhe është e nevojshme që të kemi tek arsimi, fokusi duhet jetë atje. Ne po shohim disa video shqetësuese kohën e fundit dhe konsideroj që zoti Qeku mund të bëj punë të mirë për shkak të profilit që vjen prej shoqërisë civile dhe ka pak më shumë përvojë sa i përket kësaj çështje. Mendoj që do të bëj punë të mirë pa dashur me hyrë në detaje për bujqësia. Zoti Muja, siç duket ky digaster po merr veç Ky interpretuesi kushtetutës ka qenë. Tash do të më morë me ora. Po tash është problem kjo punë. Unë konsideroj E Goran Murati? Jo, ky Muja, i bujqësisë, që ti bujqësinë. Jo, mbetet me pa dhe suksesin e zotit Muja, por megjithatë nuk mund të themi që nuk është një kuadër i përgatitur edhe goxha profesional. Për bujqësi dhe fshat? Halil, mendoj veç diçka. Mendoj që drejtimi një ministrie ka të bëjë pak më shumë me aftësi menaxheriale, sesa me qenë i profilit saktë dhe i fushës. Ne kemi pas zotin Sfeqla që me sa di unë është stomatolog, ndërsa ka drejtuar jashtëzakonisht mirë Ministrinë e Punëve të Brendshme. Mirë se do kemi debat tjetër për këtë zoni Hajdari mos